Çfarë ndodh nëse PD humb? Po PD s'do humbi, nuk kam në qofse. Ja, le ta flasim tamam tash. Mund të humbi se nuk është se s'ka humb ne. Po se pranoj do të bor. Se s'ka humb ne. Se nëse do kishte fituar 20 herë rresh edhe mund ma thojë këtë. Shiko, unë nuk jam. Rastësisht edhe mund. Unë nuk jam nga ato që ndonjëherë edhe mund ndodhi thotë. Shiko, unë nuk jam nga ato që them në këtë rast nuk ndodh. Në mënyrë absolute do vdesim, do ecin mbi kufovën tonë nëse ndodh kjo gjë drastike. Po çfarë nëse do ishte gjë e dur për PD nëse do të humbte? Shiko, Partia Demokratike kësaj radhe ka betejë jo vetëm për veten e vet, ka për demokracinë, se 3 mandate janë shumë. Edhe ne prandaj duhet bëjmë çdo gjë që Partia Demokratike të fitojë. Le ta ruajmë atë si plan B. Shohim çfarë ndodh në të ardhmen. Po Partia Demokratike nuk ka asnjë opsion tjetër tani përveç se të fitojë. Edhe unë do angazhohem maksimalisht pikërisht që Partia Demokratike të fitojë. Këtu jemi. Mbas 11 maj tash, flasim për planin B. Jemi këtu me shpresë Zotit në qeverisje, pastaj gjitha planet e tjera janë në funksion të kësaj.